Ndërsa një kod penal tërësisht i ri po qarkullon prej disa muajsh, qeveria synon të jap zgjidhje disa problemeve, të cilat i cilëson emergjente duke nisur nga mbrojtja e territorit, pavarësisht ndërhyrjeve me disa akte normative që kanë për qëllim të frenojnë abuzimet e panumërta të vërejtura ndër vite dhe dështimi për të vënë në kontroll këtë fenomen. Disa ndryshime në kodin penal shpërsojnë dënimet. Neni 200 i kodit penal, pushtimi i tokës, ka vetëm një fjali dhe konsiderohet kundravajtje penale që dënohet me gjop ose purgim deri në 2 vjet. Me propozimet e reja, ky nen ndryshon përkufizimin në zënien e tokës dhe përfshin 4 paragraf. Dënimet vijnë në rritje dhe në varësi të cilësimit kundravajtje penale kalon dhe një minimum prej 6 muajsh deri në 6 vjet. Në këtë rast, ndëshkimi maksimal prek zyrtarët e agjencive dhe institucioneve që merren me mbrojtjen dhe kontrollin e territorit, kur janë ata vetë autor të shkeljeve. Atyre u hiqet dhe e drejta për të ushtruar funksionet publike për një periudhë 5 vjeçare. Për ndërtimet pa leje janë shtuar 2 paragraf të rinj, kur verifikohet në zonat e mbrojtura apo të trashëgimisë kulturore ose cënojnë infrastrukturën kritike. Dënimi nis me 5 dhe shkon deri në 10 vjet, ndërsa kur përfshihen zyrtarët publik, dënimi shkon nga 3 deri në 7 vjet, e sërish me heqjen e të drejtës për të punuar në administrat. Këtë verë Shqipëria u përball dhe me një situatë problematike të zjarreve, të cilat vunë në rrezik dhe jetën e qytetarëve, duke lënë pasoja shumë të rënda financiare. Ndryshimet në kodin penal parashikojnë disa ndërhyrje me përkufizime të reja që shkojnë veprateve penale ekzistuese. Nëse zjarri ndodh gjatë periudhave që favorizojnë flakët, pra gjatë stinës së verës, apo në terrene ku përhapja është më e shpejtë, dënimi ku preket prona shkon nga 3 deri në 8 vjet, ndërsa kur përfshihen pyet nga 5 deri në 8 vjet. Në këtë rast, nëse zjarri është nga pakujdesia, dënimi shkon nga 3 deri në 6 vjet. Kur nga zjarri përfshihen zonat e mbrojtura apo objekte të trashëgimisë kulturore, në rastin e shkatërimit të pronës dhe të pyjeve, dënimi nis nga 4 vjet dhe shkon deri në 10 vjet. Nëse zjarri në pyje ka ardhur si pasojë e pakujdesis, dënimi i parashikuar është 4 deri në 7 vjet. Për herë të parë, ashtu siç ishte paralajmëruar nga kryeministri Rama, kur zjarri vihet me qëllim ndryshimin e kategorisë dhe destinacionit të tokës, përveç një dënimi nga 7 deri në 15 vjet, gjykata vendos që klasifikimi i terrenit të prekur të mos ndryshojë për një periudhë 30 vjeçare.